Si ta dëgjonit këtë, gjithmonë do t'i lani flokët me ujë të ftohtë. Shumicës prej nesh na është thënë që kur kemi qenë të vegjël gjelse, nuk duhet t'i lajmë flokët me ujë të ftohtë sepse zë morra, por të lash flokun me ujë të ftohtë ka një sër përfitimesh për të. Nëse doni të keni flokë të shëndetshëm, më pak të ngatruar dhe më të shëndritshëm, mos shpenzoni para pafund për shampo. Ju do t'i arrini të gjitha këto thjesht duke i larë flokët me ujë të ftohtë. Larja me ujë të ftohtë bën që floku juaj të ruajë shkëlqimin, sapo uji të ftohet nuk e dëmton fije e flokut dhe i bën ato të duken më të buta dhe më të shkëlqyeshme. Kur i lani flokët me ujë të nxehtë, fijet e flokut ngatrohen dhe prishen sepse uji i ngrohtë heq lagështinë e flokut. Kurse uji i ftohtë nuk heq lagështinë e flokut, pra nuk i than plotësisht ato dhe nuk e heq të gjithë yndyrën natyrale. Ndaj sa më shumë lagështi, më pak flokë të ngatruar. Gjithashtu uji i ftohtë mbyll poret e lëkurës së kokës dhe parandalon futjen e papastërtive në brendësi.